Deklarata e bujshme e aktorit të madh Mel Gibson. Kush nga ju ka parë intervistën e fundit të Mel Gibsonit për misteret që kanë ndodhur gjatë xhirimeve të filmit Pasioni i Krishtit? E çuditshme. Sa po fillova këtë video, filluan dhe ato këmbanat. Dëgjojeni. Nuk po e ndaloj, por doja t'ju tregoja disa mistere që kanë ndodhur pikërisht pra gjatë xhirimeve të filmit Pasioni i Krishtit. Ndiqeni me kujdes sepse është vërtet e çuditshme. Nejse, i shtohet misterit edhe kjo, këmbanat. Tani, kush është rastisht, do t'i lutesh t'i bëj like faqes nëse nuk e ka bërë ende, dhe ju falenderoj që jemi për bashkë, që diskutojmë së bashku. Pash që të gjithë intervistën e Mel Gibsonit. 2 orë e ca intervistë, fantastike. Dëgjoni ato çka mbaj mend, nuk i mbaj mend të gjitha, por ato çka mbaj mend. Mel Gibson për xhirimin e filmit Pasioni i Krishtit, ai nuk e kishte ndërmend fare që ta bënte. Por një mbrëmje, teksa ishte kthyer nga një punë, mos gaboj, të një filmi, dhe teksa u kthye, ishte shumë i lodhur dhe u ra të flinte në divan. E zuri gjumi në divan. Dhe pati një ëndër të çuditshme. Një ëndër, me fjalë që tregonte disa skena të filmit Pasioni i Krishtit. Një film që nuk e mendonte kurrë që ta bënte një film të tillë, por nga ai moment e ju përsërit kjo ëndër edhe një herë tjetër, madje edhe një herë të tretë. Dhe për herë të tretë në ëndër i doli shkrimi, ose si mund thuhet ajo ideja në ëndër që si ky që të tregova si ide, kjo që të tregova ishte pasioni i Krishtit, pra pasioni i tij në ëndër. Dhe ai vendosi që të bënte një skript, pra një screenplay, me fjalë që janë ato shkrimet përpara se të bëhet filmi. Dhe e përpiloi. E shkruajti atë, ju duheshin ja 3 muaj për ta bërë, por me shumë zell. Pra që nga i moment ai ndryshoi sepse në atë dëshirën e tij për ta bërë, mendoi që padyshim duhet kishte edhe një mbështetje. Por çuditërisht në një ëndër tjetër, ati ju tha që do përplasesh me të këqijat, me fjalë me botën e keqe, ose më mirë me të ligun. Do përplasesh me djallin, me pak fjalë, sepse të gjithë do të mbyllin derën. Me fjalë, ai në ëndër pa këtë. Tjetra, përveç kësaj, i thanë që ti nuk do punosh më si më përpara. Me fjalë, do kesh probleme të mëdha në punë. Me fjalë me Hollywoodin. Ai eci përpara, vazhdoi që të bënte filmin, me fjalë që të bënte skriptin e filmit, ta rregullonte mirë dhe shkoi tek menaxherët e tij. Sepse kishte 2 menaxherë në atë kohë, asnjëri dhe as tjetri nuk ja mori përsipër. Sepse i thanë, shiko, ka shumë, duhet ta ndryshosh. Ka shumë vrasje, shumë gjak, është se si ishte në atë kohë ti nuk mund ta bësh etj. Sepse ai filmin e bëri në gjuhën origjinale, pra jo me përkthime, sepse donte ose kërkonte që të ishte sa më realist, jo vetëm Krishti, por të ishte edhe ambienti shumë realist. Pra me gjuhën e atërshme, gjuhë e humbur, aramaiko, latinisht në ata të romakët, etj. Dhe askush nuk e merrte përsipër se thanë do të jetë një blof i madh. Bile kur shkoi që shkoi dhe trokiti në dyert e Hollywoodit, që të gjithë ja mbyllën derën. Bile një pjesë prej tyre që në atë moment filluan që të ishin kundra. Pra djajt filluan që të ishin kundra. Prisni se smaroi. Ai përveç se ju mbyllën që të gjitha dyert, nuk gjeti as një sponsor, që të gjithë sponsorit, askush nga sponsorit nuk pranoi. Nuk pranoi askush nga sponsorit, merrte pjesë, që ai me sponsor punonte çdo ditë, pra në çdo film, askush nga sponsorit. Çudia ishte që ai kur i than, me fjalë, vajti që kërkoi rolin, gjente rolin e filmit,
Në ëndër, gjithmonë në ëndër, ai i thanë që rolin e ke, sepse është i thanë emrin, në fjalë fytyrën, jo emrin, i treguan fytyrën. Ai Caviezel, që është ai që bëri rolin e filmit, që është ebre dhe me fjalë është i asaj zone dhe ai disa fjalë të vjetra i dinte. Por çudia e kësaj historie është që kur e mori atë që i tha do e bësh film, i tha, me fjalë që ti je protagonisti, po i tha ai, e bëj tha. Dhe i përgatiti të gjithë ato skena, të gjithë ato, dhe shkoi Mel Gibson që të kërkonte para në bank. As banka nuk i dha para. Pra ai çfarë kishte, të gjitha aparatet e tij në atë kohë, kishte, mos gaboj, rreth, si thot ai, rreth 50 ca milion dollar, ai harxhoi 30 milion dollar për të bërë filmin dhe 15 milion dollar i mbajti për të bërë publicitet filmit. 45 milion dollar ai hodhi. Dhe filmi i thanë që të gjithë do jetë një blof i madh, do ketë probleme të mëdha dhe ti nuk do shkosh asgjë kundi. Pra ai jo vetëm që do mbiste ato para, por ai do humbiste gjithë punën, do ishte totalisht zero, do kthehej në zero. Totalisht në zero. Ato para që i kishte ja dha gruas disa dhe fëmijëve dhe ai mbeti pa asnjë lek. Pra, jo pa asnjë lek fare, por që mbeti me gjëra të vogla. Dhe çudia është që kur pa që kishte vetëm ato para, mori në telefon këtë Caviezelin dhe i tha dua që të takoj, tha. Kur u takuan, i tha kështu është problemi, tha. Dhe ja tregoi që të gjithë historinë. E çuditshme është që ai tjetri i tha që unë e prisja këtë, sepse është parashikuar që unë do bëja pasion, me fjalë, rolin e Krishtit. Dhe çuditërisht ai kur bëri rolin e Krishtit kishte të njëjtën vjeç sa kishte edhe Krishti pranë atë kohë. Në moshën 30 e ca vjeç. Dhe mos gaboj, ai ishte ose 30 ose 33 vjeç në atë kohë. Nuk e mbaj mend tani. Nuk e bëra një kontroll, po jam i bindur për këtë sepse e kam parë dhe në një intervistë të Caviezel që ka bërë para disa kohësh, që ai thoshte që nuk ishte rastësi ajo që bëri. Dhe që të gjithë ata që morën pjesë ndryshuan totalisht jetën e tyre. Dhe tjetra akoma më e rëndësishmja, që të gjithë, totalisht ata që punuan në filmin Pasioni i Krishtit, askush nga këta, me fjalë, që të gjithë ta patën probleme, dhe askush nga këta bëri filma të mëdhenj më përveç atij. Ishte filmi më i madh që ndaluan që të gjithë. Dhe që të gjithë ndryshuan nga ai moment, nga ai film, por prisni se s'mbaroi, nuk ka mbaruar. Në atë moment, Mel Gibson shkoi që të bënte xhirimet në Hollywood, meqense pjesa dërmuese e aktorëve ishin aty, në Hollywood. I mbyllën dyer totalisht, nuk donin as që të regjistrohej aty, edhe ti pagonte. S'kishte shans. Dhe dini se çfarë bëri ai? Erdhi në Itali dhe shkoi ta xhironte filmin në Matera. Tjetra, që është akoma më misterioze si histori, atëre e kisha dëgjuar që nga disa shok që kishin punuar në staf, kishin punuar kështu nga këta italianë që ishin në staf që ndihmonin, kisha dëgjuar para atyre viteve kur xhiruan filmin që ndodhën disa fakte misterioze. Sinqerisht unë nuk i besova, por me intervistën që bëri tani Mel Gibson, u binda. U binda jo vetëm këtë, se një njeri i tillë që ka shumë probleme kohët e fundit, që kur filloi filmi, që kur doli filmi me Krishtin, deri sot Mel Gibson ka patur dhe vazhdon të ketë probleme. Nuk e di e dini apo jo. Dhe për më tepër, ai nuk kap se të thot budallë që sot, ai e lë dëshmin sot pas gjithë këtyre viteve. Dhe tjetra po thoshe që të gjithë ata që ishin aty patën vëgime të ndryshme. Që të gjithë. Aktor, asistent, regjizor, asistent regjizorësh, që të gjithë patën vëgime. Vëgime gjatë filmit, ose gjëra të çuditshme. Bile, gjatë filmit, ka rënë 2 herë vetëtima dhe ka qelluar një herë në momentin kur e vurën tek kryqi, me fjalë aty njerë në atë periudhë ka patur rreshje, ka patur mot keq, kur ishte në kohën kur është xhiruar filmi, ishte kohë ngrohtë dhe nuk mundej që të kishte
të ishte kaq ftohtë, që të gjithë kishin ftohtë sepse bënte një ftomë sikur të luftonte e keqja me të mirën. Dhe ajo vetëtima mu tek ai, tek Kavezel, tek roli kryesor. E qëlloj vetëtima, shpëtoi. Shqyr Zotit, por nuk qëlloj vetëm atë, sepse po në një tim vend, me të njëjtën sken, pas 3 ditësh qëlloj edhe asistentin e regjis. Në të njëjtin vend. Vetëtima, që ta dini, nuk bie kurrë në një vend. Është një rast unik në botë që të bie vetëtima në një vend. Dhe këtë e kanë dëshmuar edhe njerëzit që kanë punuar aty. Përveç kësaj, gjatë xhirimeve, ky Kavezeli, ky roli kryesor, ka patur këto shenja, me një fjalë stigma, si quhen, shenja gjaku i mpiksur në mes të duarve dhe të këmbët. Pra aty ku u kryqëzua Krishti. Kur e pastruan, sepse ai bënte atë grimin e bënte çdo mbrëmje, çdo mëngjes, dhe në mbrëmje pastrohej. Dhe kur e pastruan në mbrëmje, këto nuk iqeshin, sepse e vurën re, kishin dhe mjek specialist që ishte në sken, në këto xhirime, që u tha që ky është gjaki i mpiksur, nuk është, ndoshta është vrarë, se kështu e spjeguan. Por i thanë, po si u vraj në këmbë? Me fjalë, mu tek aty ku ishte kryqëzuar Krishti, në të dyja këmbët, mu aty, në atë vend, në të dyja këmbët. Pra, të gjitha këto mistere, a i tregoj tani në një intervistë tash, mbi 2 orë, po ta shikoni, e kërkoni dhe i gjeni, dhe është vërtet shumë e çuditshme që gjitha këto mistere, sepse nuk i thot vetëm ai, po i thot edhe stafi, edhe roli kryesor, bile e ka thënë disa herë, që ndodhen gjatë xhirimeve të fillit me Krishtin. Dhe tjetra, që është akoma më absurde, është që tregohet, ai nuk e tha Mel Gibson, po unë e kisha lexuar para disa kohësh, që nëse do bëhet ai Pasioni Krishtit 2, do ketë probleme të tjera. Me fjalë, probleme i rolit kryesor dhe i regjisorit do ta bëj. Me fjalë, do luftohet mes së keqes dhe së mirës. Të paktën kështu thuhet. Tani, unë do dëshiroja një komentin tuaj. Ju çfarë mendimi keni për gjitha këto? Përveç se ja u ka treguar, do e dëgjoni nga ai, po ja u tregova dhe unë. Unë ato çka dëgjova dhe thash një pjesë prej tyre mbaj mend, jo të gjitha, por kishte një pafundësi informacionesh gjatë sa interviste, bile është edhe dikush që tregon, i ka marrë nga ajo interviste, e tregon ka miliona klikime në pak kohë, dhe po thoshja që shiko, të gjithë e din që gjatë jetës sonë kemi hasur shumë herë mistere, por në qoftë se ndodhin të gjitha në një moment të caktuar, me të gjithë dëshmimtar të caktuar në një kohë të caktuar, me një film të caktuar në këtë rast, ose një eveniment, sepse të themi që e gjitha ajo që ndodhi, kjo të bën të besosh që diçka ka atje jashtë. Pra, mund të ketë vërtet diçka mes së keqes dhe së mirës. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, dua të dëshiroj që të lexoj komentet tuaja. Pres komentet tuaja, galoshi i mbërmet këndshme, ju përqafoj. Faleminderit që jemi për bashkë. Haj.